Lajme, aktualitet, argëtim, horoskop, telenovela, showbiz, të gjitha në Metropol. Bëni subscribe në faqen Metropol. Leo flet për herë të parë për ndarjen nga Lela. 2 ditë më parë u bë ditur lajmi për krizën mes Leos dhe Lelës, çiftit i njohur nga Bigu i Kosovës që ka tërhequr vëmendjen e mediave dhe fansave për muaj me radhë. Fillimisht, shumë veta dyshuan se gjithçka mund të ishte një manovër për të tërhequr më shumë vëmendje, por burime pranë tyre kanë konfirmuar se kriza është e vërtetë dhe se marrëdhënia mes tyre ka kaluar një periudhë ftohjeje të dukshme. Në rrjetet sociale, të dy vazhdojnë të ndjekin njëri tjetrin, por fshirja e fotove të përbashkëta ka ngritur dyshimet e ndjekësit që e kanë parë këtë si një shenjë të qartë të distancës që ka filluar të krijohet mes tyre. Leo ka reaguar shkurt për situatën duke thënë: "Senit janë ashtu qysh po i shihni, s'kam çka me shtu më shumë." Ky reagim i shkurtër, por i drejt për drejt, vetëm sa ka përforcuar dyshimet për krizën mes tyre. Nga ana tjetër, Lela ka zgjedhur të ruajë heshtjen dhe të mos komentojë publikisht për këtë periudhë të vështirë. Kjo situatë ka ngritur më shumë pyetje për të ardhmen e marrëdhënies së tyre, ndërsa fansat janë të shqetësuar për mundësinë e një ndarjeje. Ndjekësit janë në pritje për një deklaratë të drejtë për drejtë mes tyre.